Arbentuzi, një tjetër tifoz i zjarrit i Vllaznisë në këtë ceremoni që dedikohet 107 vjetorit të klubit Vllaznia. Emocionet tuaja në këtë festë? Emocionet janë përshkrueshme se domthon tatë 25 vjeç që na presim për me mo dal kampion, të sot ajo që na ik për dush. Inshallah këtë vit inshallah është i joni. Prej sa vitesh e ndjek Arbentuzi Vllaznin? Zotën, 10 vjeç e sipër 54 bëj, se filloi të vetësh. Janë vite se na kena shpinë ofër aty dhe doshë po doshë kena lind në stadium. Sa mani mend në një ndeshje me të veçantë për ju, gjatë kësaj periudhe? Po zotën ndeshje, na kena ndeshje shumë po. Një prej tyre. Zotën janë shumë, nuk di me do shumë ndeshje, me të drejtën. Janë ndeshje që na kena dalë të qohë për stadiumit dhe kur kena up, kena dalë të qohë dhe kur kena fitu. Kishte edhe dje ndaj Elbasanit ishte një fitore emocionuese. Elbasani ishte shumë domethënë emocione deri në minutë fundit, të thotë që kur marrën ndeshja domethënë sigur shlume, marrume gjithçka. Domethënë u shloll me këtë për asaj stresit, për asaj mundimit që po të me tan lojën. Ka ardhur momenti që Vllaznia të jetë kampion si vjet? Shpresojmë bëjt mallit zoti inshallah dhe çunat e kanë çunat edhe tifozat domethënë i përgrojë fiet, stadiumi tjetër i fije më i mushun. Se sa shohin nëpër televizor, më mirë sa ata lëkë që harxojnë më mirë stadium se sa në lokal. Shpresojmë inshallah këtë vit kampion.